Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë dhe e lavdërojmë Allahun fuqiplot për mirësitë dhe begatitë e shumta me të cilat ai vazhdimisht dhe pa ndërprerje na begaton, dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të ndershme, të cilët na ndiqni nëpërmjet ekraneve të radio televizionit Art, ju dëshirojmë mirëseardhje në ligjëratën e radhës nga emisioni Aty ku burojnë virtytet, dhe siç ju kemi treguar edhe më herët, në këtë ligjërata ne flasim për vlerën që e ka morali i lartë në fenë islame nën prizmën e shembullit të njeriut më të zgjedhur dhe më të mirë që ka ecur mbi rrezullin toksor Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Flasim pra për moralin e të dërguarit të Allahut në lidhje me krijesat, po edhe moralin e tij me krijuesin e lartësuar. Dhe e kemi përmendur në pikat shkurtra moralin e pejgamberit alayhis salam në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, me krijuesin fuqiplot. Dhe po ashtu e kemi përmendur moralin e tij sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij të ndershme. Dhe tash kemi arritur tek ligjërata që ka të bëjë me moralin e pejgamberit alayhis salatu wassalam me shokët dhe dashamirët e tij. Padyshim se shokët e pejgamberit alayhis salam janë njerëzit më të mirë që i ka njohur historia islame, sepse ata janë shokët e njeriut më të mirë pra, dhe ata konsiderohen njerëzit më të mirë pas pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Ata i kishin zemrat më të pastra, ata i kishin veprat më të sinqerta dhe më të kulluara, ata ishin të zgjedhurit e Allahut për ta shoqëruar pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vlera e tyre për shkak të sakrificës që e dhanë për ta ndihmuar pejgamberin alayhis salam, për shkak të sakrificës që e dhanë për ta ngritur fenë e Allahut subhanahu wa taala, për shkak të mundit të madh që e dhanë për ta ndihmuar fenë e Allahut subhanahu wa taala, vlera e tyre është shumë e madhe. Dhe asnjë prej muslimanëve që do të vinë pas tyre nuk ka mundësi që ta arrijë vlerën dhe pozitën e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ejani që ta dëgjojmë se si i përshkruan ata vet njëri prej shokëve të Muhamedit alayhis salam, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'udi, siç e dini, është prej shokëve më të zgjedhur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe prej shokëve më të ditur të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ai i përshkruan shokët e pejgamberit alayhis salam duke thënë: "Ulaika ashabu Muhammad", ata janë shokët e pejgamberit e Muhamedit alayhis salam. Kanu afdalu hadhihi al-umma, ata ishin më të mirët e këtij ummeti. E berruha kuluban, i kishin zemrat më të mira dhe më të pastërta. Wa a'makuha ilman, ata e kishin diturin më të sakt dhe më të thellë, sepse merrnin direkt prej burimit të kësaj feje. Wa aqalluha takallufan, ata ishin që nuk e tepronin në fe dhe nuk ishin ekstrem as në këtë anë e as në anën tjetër në fe. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyih, ata ishin një popull të cilët i zgjodhi Allahu për ta shoqëruar pejgamberin e tij, të dërguarin e tij. Wa iqamati dinihi, dhe për ta ngritur dhe ndihmuar fenë e tij. Fa'rifu lahum fadlahum, andaj thot, dijeni vlerën e tyre, o ju njerëz, dijeni atyre vlerën që e kanë dhe që e meritojnë.
wattabi'uhum fi atharihim, dhe pasojeni rrugën e tyre, dhe pasoni gjurmët e tyre që i kanë lënë pas, watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dhe kapuni aq sa keni mundësi me moralin e tyre, pas moralit e tyre, kapuni për moralin e tyre dhe për fen e tyre, fa innahum kanu ala siratin mustaqim, sepse ata ishin në rrugën e drejtë, ata e pasonin fen ashtu siç duhet. Pra kështu i përshkruan shokët e pejgamberit alayhis salam, vet njëri prej shokëve të tij, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, dhe i cili është edhe një prej shokëve më të zgjedhur dhe më të ditur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu shokët e pejgamberit alayhis salam i ka lavdruar Allahu fuqiplot në librin e tij, dhe po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam në hadithet apo në fjalët e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Me të vërtet Allahu është i kënaqur, o Muhammed, me ata besimtar që ta dhanë besën ty. Fa alima ma fi kulubihim, ai e dinte se zemrat e tyre i kishin të sinqerta. Fa anzala as-sakinata alejhim, andaj e zbriti qetësinë dhe kënaqësinë dhe imanin në zemrat e tyre. Wa athabahum fathan qariba, dhe për shkak të kësaj i shpërbleu që së shpejti ta çlirojnë Mekën e lavdruar. Po ashtu në një ajet tjetër kuranor, Allahu subhanahu wa taala i lavdron shokët e pejgamberit alayhis salam duke thënë: was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Ata muhajir të parë dhe ata ansar apo ndihmës. Muhajir janë ata që bën hijret prej Mekë në Medinë, ndërsa ansar janë ata medeneli, vendasit e Medinës, të cilët i pritën dhe i mikpritën shokët e tyre që erdhën pra prej Mekës gjatë hijretit. Allahu subhanahu wa taala po thot muhajirët dhe ansarët, walladhina tabauhum bi ihsan, dhe ata të cilët i pasuan ata, radiyallahu anhum wa radu an. Me ata është i kënaqur Allahu dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe dijeni vëllezër dhe motra të ndershme, se kur thot Allahu është i kënaqur me dikënd, kjo është grada më e lartë dhe shpërblimi më i lartë që mund të arrijë një rob i Allahut. Kënaqësia e Allahut, ridha Allah, është më e madhe se çdo gjë tjetër, sepse nëse e ke kënaqësinë e Allahut, do ta fitosh shpërblimin e tij, xhenetin, dhe do të ruhesh nga dënimi i tij, xhehenemi, dhe do të lehtësohen çështjet e kësaj bote, dhe do të kesh sukses në veprat dhe në çështjet tua me lejen e Zotit. Andaj shpërblimi më i madh dhe lëvdata më e madhe që mund t'ia jep Allahu robërve të tij është që ai të jetë i kënaqur me ata. Pra po thot Allahu se për muhajirët dhe ansarët e parë, radiyallahu anhum wa radu an, është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Përveç kësaj, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar, dhe u ka përgatitur atyre xhennete në për të cilat rrjedhin lumej, khalidina fiha abada, atje do të jenë përgjithmonë, wa dhalika al-fawzu al-azim, dhe kjo është fitimi më i madh. Ky është fitimi më i madh që mund të arrijë robi në jetën e kësaj bote, që të arrijë kënaqësinë e Allahut dhe që Allahu t'i përgatit atij xhenetin duke qenë ai gjallë dhe duke ecur mbi rrezullin toksor. Dhe këtë shpërblim më të madh e kanë arritur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Muhamedi alayhis salam po ashtu në fjalët e tij, në hadithet e tij, i ka lavdruar shokët e pejgamberit alayhis salam. Thot në njërin prej haditheve sahih, Muhamedi alayhis salatu wassalam thot: khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Pejgamberi alayhis salam në këtë hadith po thot:
njerëzit më të mirë janë shekulli im, pastaj ata që vinë pas tyre dhe pastaj ata që vinë pas tyre. Pra njerëzit më të mirë që i ka njohur historia islame janë njerëzit e shekullit në të cilin ka jetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salam thot: "La tasubbu ashabi", mos i shani shokët e mi, fa walladhi nafsi biyadihi, sepse pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. "Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban", nëse ndonjëri prej jush, ndonjëri prej jush që vini pas shokëve të pejgamberit alayhis salam, do të jepte ari në rrugt të Allahut aq sa është mali i Uhudit. Paramendoni pra sa sasi e madhe e arit, sikur ndonjëri prej muslimanëve që vinë pas shokëve të pejgamberit alayhis salam jep në rrugt të Allahut ari aq sa është mali i Uhudit, thot pejgamberi alayhis salam: ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Nëse ndonjëri prej muslimanëve që vinë pas shokëve të tij jep ari sadaka aq sa është mali i Uhudit, nuk do ta arrijë as aq sa ka dhënë njëri prej tyre me dorën e tij, po as sa ka dhënë me gjysmën e dorës së tij. Pra nuk ka mundësi që t'ja arrijmë vlerën e sakrificave të shokëve të pejgamberit alayhis salam, sepse ata kanë sakrifikuar dhe e kanë ndihmuar fenë e Allahut subhanahu wa taala në momentet kur ka qenë më së e nevojshme, në momentet më kritike, në fillimin pra e përhapjes së fesë islame. Andaj ndihma e tyre ka qenë vitale dhe kritike për përhapjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Andaj Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu në një fjalë tjetër të tij me të cilën i lavdron dhe tregon vlerën e shokëve të pejgamberit alayhis salam thot: "Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad", Allahu i shikoi zemrat e robërve. "Fa wajada qalba Muhammedin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad", dhe e pa se zemra e Muhamedit alayhis salam është zemra më e mirë, pra zemra më e mirë që mund të ekzistojë. "Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi", andaj Allahu e zgjodhi Muhamedin alayhis salam për veten e tij dhe e bëri pejgamber dhe e dërgoi me shpalljen e tij. "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad", pastaj thot Allahu i shikoi zemrat e robërve pas zemrës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. "Fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad", dhe e pa se zemrat e shokëve të pejgamberit alayhis salam janë zemrat më të mira pas pejgamberit alayhis salam, pra pas pejgamberëve zemrat e shokëve të tij kanë qenë zemrat më të mira, më të pastërta. Dhe këtu është me rëndësi të potencohet diçka dhe të tregohet një fakt, se nëse zemra jote është si duhet, patjetër që edhe veprat e jashtme të jenë si duhet. Shumë për njerëzve thonë e kam zemrën e mirë. Shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët i kishin zemrat më të mira, siç po thot Abdullah ibn Mas'udi, i kishin edhe veprat më të mira. Sakrifikonin për hir të Allahut, e adhuronin Allahun, jetonin me Allahun dhe për Allahun. Andaj pretendimi i dikujt se e kam zemrën e mirë, mirë po i cili nuk vepron vepra ashtu siç kërkon Allahu subhanahu wa taala, është pretendimi kot, dhe fjalët e tij janë fjalë boshe dhe nuk janë të vërtetuara në praktik. Sikur ai ta kishte zemrën ashtu siç don Allahu subhanahu wa taala prej tij, padyshim se veprat e tij do të ishin në këtë drejtim, ashtu siç don Allahu subhanahu wa taala prej tij. Pra po thot Abdullah ibn Mas'udi, i pa se zemrat e shokëve të tij ishin më të mira. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, andaj
shokët e tij i bëri ministra të dërguarit të tij, i bëri ata të cilët do ta bartin mbi supet e tyre përgjegjësinë e përhapjes së fesë së Allahut pas të dërguarit të tij. Yuqatiluna ala dinihi, dhe të cilët do të luftojnë për ta mbrojtur fenë e tij dhe për t'i kundërshtuar dredhit e armiqve kundër fesë së tij. Pra, këto janë cilësit dhe vlerat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe s'do mend se këta njerëz me këto virtyte të larta janë kështu sepse i ka edukuar pejgamberi alayhis salam me moralin e tij të lartë. I ka edukuar në shkollën pejgamberike, në shkollën më të mirë, i ka edukuar mësuesi më i mirë, njerëzit më të mirë mbi rrezullin toksor. Andaj s'ka dyshim se morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij ka qenë në nivelin më të lartë, sepse sikur mos të sillej me ta me moral të lartë, dhe ashtu siç e dojnë virtytet e njerëzve më të mëdhej, nuk do të kishte mundësi që të arrinte atë sukses me ata, që të bëhet më i dashur i tek ata, më i dashur se vetvetja e tyre, që të bëhet njeriu që më së shumti e kanë respektuar njerëzit ndonjëherë në rrezullin toksor. Andaj thon kundërshtarët e tij, thon vetë kundërshtarët e Muhamedit alayhis salam, thon vallahi kemi qenë tek mbretërit, kemi qenë tek njerëzit e mëdhej dhe i kemi parë të gjithë ata, mirë po nuk e kemi parë se do kush sillet me prisin e tyre ashtu si silleshin shokët e pejgamberit alayhis salam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kemi parë njeri i cili gëzonte respekt më të madh tek shokët e tij se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se kjo është për shkak të moralit të lartë që e kishte i dërguari Allahut me shokët e tij. Dhe padyshim se Allahu i lartësuar, krijuesi jon, është ai që më së miri e përshkruan moralin e të dërguarit të tij me shokët e tij. Ai më së miri e përshkruan këtë gjë. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, duke e përshkruar se si ka qenë morali i të dërguarit të tij me shokët e tij, thot: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin", me të vërtet Allahu i begatoi me një begati të madhe besimtarët. "Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim", atëherë kur atyre u dërgoi një pejgamber nga vetvetja e tyre, sepse ishte njerë prej mesit të tyre, ishte njeri pra. E tash e tregon se si ishte morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij dhe çfarë misioni dhe detyre kishte ai me shokët e tij. Thot: "Yatlu alehim ayatihi", u lexonte atyre ajetet e Allahut, u mësonte Kur'anin famlart, i edukonte me librin e Zotit, me librin e Allahut, dhe u lexonte atyre ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Wa yuzakihim, dhe i edukon, i bën tërbije, i mëson atë që është më e mira, dhe u ambjell moralet dhe virtytet më të larta. Kështu pra i edukonte pejgamberi alayhis salam shokët e tij, duke i lexuar ajetet e Allahut, duke i pastruar zemrat e tyre dhe duke i ngritur virtytet dhe moralet e tyre. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe u mëson librin dhe urtësinë. Me libër është për qëllim libri i Allahut, Kur'ani famlart, pra pejgamberi alayhis salam u mëson atyre Kur'anin famlart. Wal hikma, me hikme është për qëllim urtësia apo sunneti i pejgamberit alayhis salam. Pra pejgamberi alayhis salam u mësonte Kur'anin dhe u mësonte sunnetin e tij. Me fjalët dhe veprat e tij praktikisht u tregonte se si duhet të sillet muslimani dhe se si duhet ta kuptojë librin e Allahut subhanahu wa taala.
Po ashtu në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum", juve ju ka ardhur një pejgamber prej mesit tuaj, azizun alayhi ma anittum, ati i vin rënd kur ju jeni në gjendje të vështirë dhe kur ju e dëmtoni vetveten tuaj me vepra të këqija. Kështu ishte morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij. I vinte rënd kur shifte se ata mundohen për ndonjë çështje, apo se ata vuajnë për ndonjë çështje, apo se ata nuk janë si duhet në ndonjë çështje, i vinte rënd kjo pejgamberit alayhis salam, sepse u donte të mirën atyre. Pra harisun aleikum, thot, është i kujdesshëm për juve, mundohet për juve, sakrifikon për juve, u adon të mirën juve. Kështu ishte pejgamberi alayhis salam me shokët e tij dhe me muslimanët që do të vinë pas tyre, pra u adon të mirën atyre. Bil mu'minina raufun rahim, dhe pejgamberi alayhis salam po thot Allahu me muslimanët është i mëshirshëm dhe i butë. Kështu ishte morali pejgamberit alayhis salam me shokët e tij. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum", për shkak të mëshirës që e zbriti Allahu në zemrën tënde, ti ishe i butë me ata, ja Muhammed. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik", sepse sikur të ishe i ashpër dhe i vrasht me ata do të largoheshin prej teje, nuk do të kishe sukses me ata. Pra morali i lartë i pejgamberit alayhis salam shkaktoi që ata të tubohen rreth tij, që ata ta pasojnë atë, që ata ta respektojnë dhe ta duan atë. Andaj kjo tregon se si ishte morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij. Paramendoni pra, siç thon historianët, pejgamberi alayhis salam është njeriu më i madh në botë, sepse i kishte mjetet më të pakta për të arritur atë që e arriti. Mirë po megjithatë e arriti në mes të shkretirës, tek një popull që nuk ishin shumë të civilizuar dhe shumë të zhvilluar, me kushte të rënda ekonomike, po edhe natyrore. Pejgamberi alayhis salam arriti ta bëjë atë që e bëri, e ngriti shtetin më të madh dhe më të civilizuar që e ka njohur ndonjëherë historia botërore, dhe i edukoi burrat më të mëdhej dhe të cilët sakrifikuan më së shumti për besimin dhe ideologjinë e tyre që e ka njohur ndonjëherë pra historia njerëzore. Dhe kjo tregon se ai ishte një edukues i suksesshëm, ai kishte një moral të lartë me shokët e tij dhe në edukimin që u bënte atyre. Pra e si të mos jetë ashtu kur Allahu i lartësuar e ka lavdruar pejgamberin alayhis salam në librin e tij për moralin e tij, duke thënë: "Wa innaka ala khuluqin azim", ti o Muhammed je në një shkallë të lartë të moralit. Kjo është certifikat për Allahut subhanahu wa taala. Kjo është lëvdat për Allahut subhanahu wa taala. Andaj atë që e lavdron Allahu, a ka mundësi që të arrijë dikush tjetër? Padyshim se jo. Edhe pse nuk dinte shkrim lexim dhe ishte analfabet, pejgamberi alayhis salam ishte mësuesi dhe edukatori më i madh që e ka njohur historia njerëzore ndonjëherë, sepse atë e edukoi Allahu, moralet e tij i dha Allahu subhanahu wa taala. Sa prej njerëzve në kohën tonë kanë diploma, mirë për realitet nuk janë njerëz. Sjellja e tyre nuk është askundi me vlerat dhe virtytat e larta njerëzore, dhe nuk e pasqyron as pak atë gradë të lartë që e kanë arritur ndoshta në çështjet e kësaj bote. Andaj certifikatat dhe diplomat e kësaj bote nuk e bëjnë njeriu njeri, nëse nuk e ka moralin e lartë ashtu siç dëshiron prej tij krijuesi i lartësuar. Tash ti lejojmë shokët e pejgamberit alayhis salam të na tregojnë se si ka qenë morali i tij me ata.
Enesi radiallahu anhu, i cili e ka shërbyer pejgamberin a.s. me vite të tëra, thot: e kam shërbyer të dërguarin e Allahut 10 vite me radhë. Dhe morali i njeriut tregohet, morali i vërtet i njeriut tregohet me ata njerëz të cilët janë në shërbimin e tij dhe të cilët kalojnë një kohë të gjatë me të. Ata e shohin fytyrën e vërtet të një njeriut. Nuk ka mundësi që një njeri që shihet me dikënd vetëm gjysmë ore brenda ditës ta di se si është fytyra e vërtet e tij. Ata të cilët rrinë me të një kohë të gjatë, ata e dinë se si është me të vërtet morali i tij. Andaj Enesi radiallahu anhu, i cili e ka shërbyer pejgamberin a.s. 10 vite me radhë, po tregon se si ishte morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke thënë, e kam shërbyer të dërguarin e Allahut 10 vite me radhë. Asnjëherë nuk më ka ofenduar. Paramendo, e ka shërbyer 10 vite me radhë, asnjëherë nuk e ka ofenduar. Dhe asnjëherë nuk më ka qërtuar, dhe asnjëherë nuk ka thënë uf, pra si shenjë mos pajtimi me veprën e tij. Dhe asnjëherë nuk ka thënë për diçka që e kam bërë, pse e bëre kështu, apo për diçka që nuk e kam bërë, pse nuk e bëre kështu. Asnjëherë nuk ka thënë pejgamberi a.s. një gjë të tillë. Kjo e tregon moralin e lartë që e kishte ai sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu tregon dhe thot: pasi e pranova islamin, nuk ka ndodhur që ta takoj ndonjëherë pejgamberin a.s. në rrugë, e që ai mos më takoj me fytyrë të buzëqeshur, më pritte në mënyrën që është më e mira pra. Kështu thot Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu. Një beduin janë ata të cilët, pra, siç e kemi përmendur, jetojnë në shkretir, nuk kanë ndonjë vendbanim të përhershëm, po e kanë tendën e tyre dhe zhvendosen prej këtij vendi në atë vend. Dhe njëri prej beduinëve, i cili pra e kishte pranuar islamin, mirë po jetonte larg dhe nuk kishte edukat, pra ashtu siç duhet, faktikisht në këtë rast nuk e kishte pranuar ky islamin, po beduin ka ardhur në qytet. Dhe kur ishte pejgamberi a.s. duke ndejtur me shokët e tij në tubim, pra në xhami, e panë se ky beduin i hyri në xhami dhe u drejtua te një qoshe e xhamisë dhe filloi që të urinoj. Ta bëj urinën. Shokët e pejgamberit a.s. u hidhruan shumë me këtë vepër të tij, dhe disa prej tyre deshtën që të ngriten e ta sulmojnë fizikisht atë. Mirë po pejgamberi a.s. i ndali, ju tha: ndaluni, lejeni që ta kryej njeriu. Pasi që e kryej ai urinimin, e urdhroi njërin prej shokëve dhe i tha: merre një kofë të madhe me ujë dhe hidhe pra mbi vendin ku ai ka urinuar. Pastaj e thiri atë njeri dhe i tha: eja këtu. I tha: o ti njeri, kjo është xhami, nuk lejohet që në këtë vend të urinosh. Ne këtë vend e shfrytëzojmë për t'i bërë ibadet Allahut dhe për ta madhruar atë, për ta mësuar fen tonë dhe për ta lexuar Kur'anin famlart. Andaj nuk takon, nuk ka hije kjo vepër që e bëre ti pra në këtë vend. Atëherë ky njeri, kur e pa se si doni të reagonin shokët e tij dhe kur e pa se sa bukur e edukoi Muhamedi a.s. tha: o Zot, tha, më mëshiro mua dhe Muhamedin a.s. dhe e pranoi islamin dhe u bë musliman. Një beduin tjetër, dhe është interesante se beduinët janë karakterizuar pra me ashpërsinë e tyre. Një beduin tjetër erdhi tek pejgamberi a.s. për të lypur dhe e kapi për shpinë aqsa ja skuqi qafën e tij. Mirë po pejgamberi a.s. u kthye i buzëqeshur dhe i tha: çka don? I tha: më jep prej pasurisë që të ka dhënë Allahu ty. Atëherë pejgamberi a.s. i buzëqeshur i tha shokëve të tij: jepni pak sepse njeriu pas ka nevojë. Pra moral i lartë me këta njerëz që njihen si njerëz pra më pak të civilizuar, pra që janë njohur në kohën e pejgamberit alayhis salam.
Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi alayhis salam asnjëherë nuk hakmerej për vetveten e tij, dhe kur ndëshkonte për shkak të fesë së Allahut subhanahu wa taala. Nuk lejonte që vetëm shokët e tij të punojnë, kurse ai të ri e të shikoj, po edhe ai ju ndihmonte. Kur e ndërtuan xhamin e tij, edhe ai e ndërtoi së bashku me ata. Kur e gropuan Hendekun në luftën e Hendekut, edhe ai e gropoi së bashku me ata. Madje kur vinte ndonjë shkëmb i madh, të cilin shokët e tij nuk mund ta thenin, vinte pejgamberi alayhis salam dhe ai e thente atë. Prej moralit të tij me shokët e tij është se i lavdronte ata dhe urente që të dallohej prej tyre. Urente që kur të vinte në mezhlis që të ngrihen shokët e tij për të, e urente këtë, nuk dëshironte pra që të dallohej prej tyre, ishte modest dhe i afërt me ata. Dhe padyshim se kjo ligjërat ka edhe shumë për të folur në lidhje me të dhe për të biseduar, mirë po pasi që koha nuk na premton, me kaq po e përfundojmë. Ngelenit përshëndetur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.